Presidenti. Po, presidenti atë nderuar ka hyrë në shtëpinë e bardhë dhe ka një fotografi zyrtare, ceremoniale. Ajo me bashortin e saj dhe ai me bashortin e saj ka hyrë, është taku. Kryeministrin detyrë. Po ai ka pasur me bashortin e tij dhe ka bë foto. Kush? Çaj presidenti që referoi ke. Po pikërisht. Jemi të fol që qosun kapni, sepse kryeministri Kurti është në detyrë, nuk është presidenti i vendit. Nuk ka shku në mandatin e presidentit në Washington. Ka shku aty çfarë? Ka shku sepse ka takime apo mos me shku pse s'ka ja u ka. Ekskursion ka shku me bullazh. Ai murvizë s'ka. Ekskursion ka shku me Parlamentosh arritje Po e qunë marrjen e vizës arritje, paramendo. E ke kështu admirimin ton kështu si studio, kur po don pe ngrit zonin edhe po të një shumë më mirë se sa nuk i di mirë. Edhe që kështu vazhdo edhe Pyetja drenar që e bëri edhe Kurti, çfarë po harxojmë ne me këtë delegacionin e kryeministit në pse po shpenzojmë? Çfarë po shpenzojmë? Cili është qëllimi? Edhe po përsëris. Deklaratat politike që bëhen në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe gjendja faktike me cilën jemi janë dy sene të ndryshme. Ato kanë bërë politik, sikurse edhe zonja Çitako e pasë çka tha. Fjalë të matulta të mundshme e goditi kryeministrin, pra njërin që është votuar më shumë në Republikën e Kosovës. Se ti mendon njëri më i votuar, jo po do të bëjmë interaktive. Ti mendon që njëri më i votuar s'do më kritikua? Pra, a mendon që kështu? Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka pas një ngjarje ose ngjarje ku ka pas burgshtetas të shteteve të ndryshme dhe ka qenë kohë e nevojshme me qenë delegacion më i zgjeruar përveç presidentes edhe kryeministit detyrë që takoj kongresist e gjitha ata tjerë funksionarë atje, ta përfundoj, e di që po vjen mërzi, se fort ishe po se mos me më shkuje, se mos me pas drejt, si do kryeministra, a i mon me do kryeministra si që ke viza, a i mon me do kryeministra që që bënë në ushtrina, që ata që bënë në ushtrina, do e di që si që ke viza, do që ka pas shumë viza.